Ndërsa mua nga shpirti po më del një pyetje që jam shumë kurioz të di opinionin tënd nga gjithë kjo përvojë e gjatë që ti ke si në skenë, në regji, po edhe në akademi. Unë dua të di ku gjenden aktorët më të mirë sot në Shqipëri. Gjenden pra në teatr apo në politik? Kjo është pyetje fantastike. Me thënë drejtën, politikanët na e kanë marrë në kthes. Janë shumë të mirë, po. Ti mund ta thuash, kanë audiencën që shkulin flokët, i mbështet, domethënë nuk i kuptoj si mund të rri një politikan gjithë ditën nga mëngjesi deri në darkë për televizione, po ja që ne i kemi mbarsur të tillë, ne i duam të tillë, pa bëjnë ata. Po. Që do të thotë jemi të gjithë nga pak aktor, hipokrit, se di. Aktrimi është brenda njeriut, është çdo njeri aktor. Çdo njeri. Të gjithë ne aktrojmë, ne ndryshe sillemi në familje, ndryshe sillem unë këtu tek juve, ndryshe sillem me djalin, me vajzën, ndryshe me tim shoq, ndryshe në një grup tjetër shoqëror, por e rëndësishme është shtylla kurrizore. Ajo është e rëndësishme. Dhe këto sjelljet që e plotësojnë shtyllën tonë kurrizore, pastaj aty përcaktohet karakteri. Por që të gjithë jemi aktor, ne aktrojmë gjithkohës, sepse janë rrethana të tilla që ty të ofrojnë një lloj aktrimi. Ta vetë ofrojnë. Edhe ti për të shmangur, për të dalë mirë te kjo situatë, për të dalë mirë atje, fillon aktron. Po ajo vjen nga halli, nga nevoja që ke. Kështu që politikanët tanë kanë nevojë. Të jenë të besueshëm, të marrin sa më shumë vota, është krejt normale. Ata janë aktorët më të ndënj. Kush e di sa po dalin këta. Po janë të palodhur. Kurse ne kur dalim nga aktrimi ne jemi o zot, çfarë emocioni kam përftuar. Si do janë ndaje rolet. Politikën. Kurse ata mund ta kenë edhe këtë, po e kanë për shkak të sa i papar isha sot. Dhe aty vjen një mega përfitim. Sigurisht. Po bra, neve na vjen vetëm shpirtëror. Ndryshimi. Bëjmë atë lojën me Rozin, kush do ishte protagonisti, antagonisti. Po e bëjmë pse jo, sipas jepi. Bëjmë lojën ose loja ta në bukur. Në një film që ti do të ishe regjizore. Ose në shfaqje teatri. Ose shfaqje teatri që je regjizore dhe besoj duke qenë se je regjizore shumë e mirë, besoj kam shumë besim tek përgjigja. Te kush do të ishte protagonisti? Ku do të zgjidhje për protagonist? Nga politikanët tanë. Nga politikanët. Bëj një shfaqje ose një film me politikanët. Kam besim të përgjigja jote. Jo, s'duhet kesh besim. Sepse gjithmonë arti është në opozit. Arti, edhe sidomos teatri, është opozit e çfarëdo lloji qeverie tjetë. Sepse duhet të thotë disa fenomene t'i nxjerrë në pa, disa të vërteta të cilat mbulohen nga shoqëria. Prandaj unë s'do ta bëja kurrë një shfaqje me politikan. Kurrë nuk do intervenoja me ta. Sepse vërtet unë jam pa parti, jam apartjake. Edhe nuk i kuptoj as kolegët e mi që pozicionohen majtas djathtas. Saktë sa ndaj po. Nuk i kuptoj dot sepse misioni jon, sepse teatri është mision. Nuk është thjesht për të fituar 2 lekë për të ngrënë. Është mision. Duhet jesh më larg pamës. Duhet ushqesh breza me një vetdije më të qartë për të zgjedhur më mirë. Arti është në opozit apo duhet të jetë në opozit? Në Shqipëri nuk është në opozit, po duhet të jetë, edhe unë dua që të jetë, unë përpiqem ta bëj gjithmonë dua të jetë në opozit me çdo lloj qeverie, pse kjo ndihmon edhe qeverinë, ndihmon gjithçka të ecë më mirë. Pra vë në dukje problematika shoqërore, sociale, të cilat çojnë pastaj në një ekonomi më të mirë apo. Një shprehje thotë, nëse do ta kuptosh një popull se si qeveriset apo në ç'gjendje është, shko shikoj teatri. Si e ka? Kaq, pik. Edhe unë do doja të shkoja të shihja si është teatri, po s'po e gjej ku është më teatri. Prandaj ta thash. S'po e gjej ku është. Je ndjer ndonjëherë të censuruar? Po, disa herë, shumë herë. Si aktore apo si regjizore? Kam përshtypjen si regjizore. Në të dyja rastet. Shumë herë, jo mos e bëj këtë se kjo kështu, jo se interpretohet kështu. Unë e kam thënë kështu se dua ta them kështu. Shpesh herë. Po,
shëndsi ka, unë jam pak kokë shkrece, nuk është se më kam mbajt as politika, se kur ti ushqesh nga një politik, sigurisht je i detyruar të respektosh vijat e tyre. Nga që unë kam qenë independente gjithmonë dhe do vazhdoj të jem gjithë jetën, më pëlqen të pohoj vetveten dhe të them ato që mendoj nëpërmjet këtij arti. Kur i shikoj gjëra duhet t'i flas, edhe gjithkush duhet t'i flas. Me punën e tij që bën, mund t'i pohoj, t'i thot. Dhe arti është një forma më e lartë të pohuarit të gjërave që ti vren, vëre pra, fjala vren, vëre diçka që nuk shkon. Duhet ta nxjerrësh, duhet ta. Dhe jo vetëm që e pohon dhe e tregon për të tjerët, po kam përshtypjen edhe ata që janë të përfshirë dhe me të cilët nuk shkon diçka, kanë kurajon të pranojnë një gabim sepse i është shfaqur në formë më të lartë finesës. Kështu që gjithmonë besoj teatri është një terapi e mirë edhe për kombin, për gjithçka. Po, për të gjithë. E rrit vetdijen atyre që vinë e shohin, edhe nëse nuk kanë mundësi vendimarrje kështu, rrit vetdijen për të folur, për të artikuluar, sepse janë fije të holla që lidhen të padukshme dhe unë besoj shumë tek e padukshmja. Ajo është më e fortë se sa e dukshmja. Për të qëndruar edhe pak tek politikanët, në një pyetje që erdhi natyrshëm tek unë. Tani ti je në regji në pjesën më të madhe të kohës, kështu që kam përshtypjen edhe mund të shohësh sallën në një moment apo në një tjetër. A ke vënë re ndonjë politikan të vetëm që vjen dhe sheh rregullisht shfaqje teatri? Janë shumë të rrallë, edhe shumë pak nuk vinë. Unë mbaj mend në 2017 kam bërë një shfaqje në teatrin kombëtar, aty ku ishte ekzistuesi, quaj Vdes siç vdes një vend. Ajo ishte thellësisht politike, po thellësisht njerëzore. Ishte një britëm e një gruaje që thoshte po vdes sepse politika më mori këtë, kjo shoqëri më mori këtë, më mori atë, më shterroi. Dhe nga një monodram, unë e bëra me një kor të madh prej 15 vetash, futa dhe partnerin që kjo i çonte një letër partnerit të saj, për t'ju shpjeguar që unë nuk dua të jetoj më në këtë vend që mi mori gjitha, më shteroi dhe ka një proces të jashtëzakonshëm. Ai personazh i shpërbër në shumë element. Fillohet shfaqja duke u përpjekur për të mbjellur një ulli. Po. Një fidan ulliri, ku ta mbjellësh në asfalt nuk mbjellet asgjë. Ashtu kërkon dhe hienat që i shkojnë mbrapa. Pra korin e kam futur në dy lloj versionesh. Ata kur janë pro teje dhe kur janë kundër teje. Kur ata janë kundër teje kur ti del kundër qeverisë për shembull, se i del edhe e keni vënë re që të largohet e shoqëria komplet, po ti ngritë zërin për diçka? Po. Edhe ku jemi me kolegët. Ngritë zërin nga në një mbledhje X thuat një të vërtetë, i ke kolegët se duan ta mbajnë mirë me atë tjetrin. Edhe zhduken. Dhe askush nuk vjen të thotë, fundja e bëre gabim, nuk thot askush. Vetëm të shmangën edhe hikin si hiena. Po kjo dhëmb. Me çfarë po kuptoj unë, ti e ke ende mision shpëtimin përmes teatrit. Po. Misione kam gjithë. Se e thash në mënyrë drejt për drejt, po sigurisht kjo mund të elaborohet edhe besoj që nuk është kaq e thjeshtë sa thuhet. Sigur, ajo ka ardhur si proces njohje me këtë profesion, me konceptin tim mbi jetën, mbi të vërtetat njerëzore. Shfaqja që kam aktualisht, që po bë, e kam punuar në teatrin Skampat e Elbasanit, është një komedi misterioze, dhe ka flet shumë për realitetin ton dhe tematikën dhe idenë e kësaj shfaqje unë e kam menduar të tillë që ne të gjithë jemi vrasës dhe të gjithë të vrarë. Pse jemi të gjithë vrasës? Ne vrasim çdo ditë, çdo sekondë të jetës tonë. Vrasim me sjelljen, me një fjalë, me një shikim, me një gest. Vrasim me gjithçka. Ashtu siç mund dashurojmë me gjithçka, po vrasin e kemi më të fortë. Pra janë dashuritë ekstreme janë këto. Që bëjnë se
të vrasës është dashuri, në thënë, no? Këto janë tipare antropologjike ballkanike në fakt. Pra pasione kaq të mëdha sa që kapin ekstreme. Dhe të gjithë jemi të vrarë, pra të gjithë vrasim dhe njëkohësisht jemi edhe të vrarë. Se nëse unë e bëj, patjetër që do më bie bërë edhe nga dikush tjetër. A keni vënë re që shpesh herë ne themi për një person që si ka mundësi me ky është njeri i vem epitetin i keq e kështu. Dhe kur vjen puna, ai njeri i keq thot për të këqijat që i kanë bërë atij. Edhe ti kupton që nuk është askush i keq më. Sepse dikush e ka bërë të jetë i tillë. Bravo, e ka futur në ato hullinj. E ka degdisur tek ajo rrugë dhe ai ka nxjerr më të keqen e vet. Ashtu ndonjëherë të reagosh keq është përgjigjja më e mirë që mund t'japësh, paktën për të mbrojtur veten. Sot unë besoj që e kam vënë re shpesh që nëse ti je i keq, përgjigjesh ashpër, godet fort, i bi dikujt në kokë, je shumë i vlerësuar. Çuditërisht. Nëse je i paqt, dhuron vetëm dashuri, i the gjunafe shkreta. Po duke qenë i paqt, besoj më shumë mbush veten. Dhe kjo ka rëndësi në fund të ditës, që ti të ndihesh mirë. Çfarë objektivi vendos vetes ti dhe çfarë do të nxjerrësh nga gjithë këto? Do të nxjerrësh më të mirën apo më të keqen? Se ne kemi të dyja bashk. Ato bashkëjetojnë, me të keqen bashkëjetojnë. Varet kë ushqen ti, kujt i jep. A beson që një njeri mund të jetë vetëm i mirë? E mira tani ka kontekste dhe këndvështrime. Vetëm i mirë, nuk mund të jesh vetëm i mirë, sepse ti je në bashkëjetesë me njerëz të tjerë, ta nxjerr dikush edhe një gjë të keqe që mund ta kesh. Është e pamundur. Sado që ti të luftosh mos e nxjerrësh, vijnë rrethana të tilla që të del diçka. Absolutisht. Prandaj thash janë në bashkëjetesë e mira me të keqen. Luma ai që është koshient dhe përpiqet të mos e ushqej të keqen. Kjo është e rëndësishme, të paktën me koshiencë mos ta ushqesh. Se e frikshme sot është që ushqyerja me koshiencë, i thonë shaja, ato i thonë që fëmijëve të vegjël, shaj me fjalë piste, godite, bëje. Kjo është ta ushqesh.